Neve. Nuk më besohet. Ju zura mat. Më në fund ju zura. Ne I kapëm ata të dy, zotri. Po, shumë mirë. Punë e shkëlqyer, Melvin. Ke marrë një not plus. Po e fus këtë në xhep. Dhe unë ndihem kaq mirë për notën plus. Kam marrë notën plus. Ju thash që do t'ju kapja një ditë. Dhe ajo ditë për cilën po flisja është kjo ditë. Pikërisht sot. Kjo është dita, sot. A do t'i thuash prindërve tanë? Jo, prindrit tuaj duken të qartë se janë tërësisht dështak. Kam akoma një dënim më frymëzënës në mendje. Unë do t'ju vendos ju të dyve në klasa të ndara. Në klasa. Dhe do t'a shkatroj miqësinë tuaj. Jo. E shikoni? Ju nuk do t'jeni më bashk. Nuk do të shijoni më shoqërinë e njëri tjetrit, nuk do të më shkatroni më jetën. Zoti Krap, jo, ju nuk mund ta bëni këtë, ju lutem. Kjo është e tepërt, madje edhe për ju. Shijojeni pjesën e mbetur të fundjavës djema, sepse kur të vi dita e hënë. Në klasa të ndara. Mitësia jonë mori fund tani. Unë nuk do të shikoj më kur ty. Hej, qetëso, plako. Nuk është fundi botës. Nesërisht do jemi shok të ngushtë. Do jemi në klasa të ndara nga njëri tjetri. Domethënë, çfarë po them kështu? Situata është shumë e keqe. Shoqëritë në distanca të larga nuk funksionojnë kurrë. E ky është vetëm fillim. Në rregull, ke drejt. Ke shumë të drejtë. Dua të them nëse na vendosin në klasa të ndara është fundi i botës për ne. Çfarë do të bëjmë tani? Ta them se çfarë duhet të bëjmë ne. Gjëja e parë që do të bëjmë është marrja e breshkës. Edith. Mos erdha në kohën e gabuar dhe ndërpreva procesin e fotokopimit, po iki. Po largo. Jo. Unë po thuaj se mbarova. Po mirë, Edith, që mirë të solli këtej. Unë bëra këtë byrekun me ton peshku dhe vura re që kishte sipër emrin tënd me jalapeno. Pas ka aromë të mirë, pikante. Sepse I kam tharë për 2 javë rresht. A nuk e di çfarë do të thotë kjo, me sa duket I ke kushtuar kohë. Mu deshën 2 javë. Ata e pëlqejnë njëri tjetrin. Jo, George, mendoj se është më keq se kaq. Ata e duan shumë njëri tjetrin. Çfarë po thua, Harold? Të rriturit nuk I pëlqejnë të rriturit të tjerë. E po, ndoshta nuk I ke parë këtë gjë në shtëpi me që I ke prindërit e martuar. Në studimet që kanë bërë të dashurit të çon drejt martesës. Atëre po shkoj të drejtoj shkollën, them se e di. Nuk mund të drejtohet vetë. Por, I dith, nxire kokën tënde nga rret. Prit, Edith, nuk ma dhe byrekun me ton, prit pra. Më duket se harroj breshkën. Le të shkojmë, ecet. Shkëqysh. Po tani ç'do bëjmë? Alo, nëse doni të fitoni $1 bilion, ju lutem prisni në linjë një nga përfaqësuesit tanë. Do t'jetë patjetër diku këtu. Wow! Çfarë? E gjitha gjërat që krapi na ka konfiskuar neve. A shiko sa shumë gjëra. Ja stëku I vjetër I gazrave. Ti do këndosh edhe një herë tjetër. Pa shiko super arma ime e ujit. Unaza hipnotizuese, nuk arrita kur ta nxjerra nga qesja. Wow. Shikoj pak, pas këtij gjitha serit e kapiten Brekushi që ne kemi bërë. Mendon se I lexon ato? Dhe unë që mendoja se na lexonin lexues më të mirë se ai. Shiko kush na qen nga George Beardi dhe Harold Hutchins. Kujt I nderohen për praninë tuaj këtu? Ndoshta kësaj? Jo. Përpjekje e bukur. Unë dhe Breshka jemi shumë të afërt. Jemi bërë të pandashëm në fakt. Më mbaj me vete kudo që shkoj. Madje përfshirë edhe në tush. Breshka e shkret. Çfarë është kjo? Që kanë letrat për t'ju ndarë ju në klasa, Jo, është vërtet e pabesueshme. Shikoj fundin e shoqërisë tuaj dhe mbaron pikërisht këtu, në këtë vijën e vizuar. George, pra bëj diçka. Ule stilin lapsin poshtë, zoti Krap, ose ne do të hipnotizojmë. Çfarë? Po ti vetë e bëj diçka. Çfarë është kjo? E shkrier nga plastika Shindong në Kin.
në katin e fundit në bodrumin më të errët ku vetëm lodra dhurata mund të bëhen. Atje ekziston sendi më i çmuar që është gjetur ndonjëherë në makaronat e ngrira me sheqer. Unaza hipnotizuese. Po më hipnotizon me atë unaz plastike. Funksionon vërtet ajo? Si thua ti, unë kam gjetur në një kuti drithrash. Ju paralajmëroj, nëse nuk bën atë që themi, do t'ju vë në gjumë. Oh, vërtet, do më vi gjumë. Prej unazës. Po të them s'po më fare në gjumë. Çfarë nuk do të më vi gjumë prej... Po çfarë është? Çfarë unazet gjanësore është kjo? Nuk e di, se po qëndroj në ajër. Por çfarë ishte ajo? Nuk e di, unë nuk mendoj se do të ndodhte kjo. Më në fund të mora. Shpëtove tani, breshke vogël. Kur të kërcas gishtet e mi, do e bindesh vetë të murdrave tanë. Prit, si po e bën ti këtë? Është gjë e parë që më erdhi në mendje, por unë e thash me autoritet. Dhe ti tani je një pul. Funksionoi! U kthye në pull. Ma lër mua. Tani e majmun. Shikoj, u kthye në majmun. Jepi pra. Ti tani je superheroi më i madh i të gjitha kohërave. I mrekullueshmi kapiten Brekushi. Kapiten Brekushi? A je me të vërteti? Atëherë le të shikoj. Jam mbathjet, u kontrolluan. Kapiteni, gjithashtu u kontrollua. Është fantastike. Ç'kemi partner, jam i lumtur që erdhët. Funksionoi. Kurse ju të dy jeni partnerët e mi besnik. Partnerët? Mos u friksoni. Ky planet është i sigurt në bashkimin tim të kujdesshëm. Kjo ishte e mrekullueshme. Le të shikojmë çfarë po na pret. Prit pak e jart. E po, kjo tani ishte sa për nxemje. Ne duhet të ndalojmë atë. Po pse? Ç'kemi? Largo nga rruga, kokë vezë! Faleminderit, njeri